Mirë se vini në Zë dhe Vizion. Përshëndetje miq, mirë se vini në podcastin tonë më të ri, Zë dhe Vizion, një hapësirë ku zëri të rinjve bëhet realitet. Unë jam Jogër Mizaj, kryetari i Këshillit të Nxënësve të Prizrenit dhe në bashkëpunim me gjithë anëtarët tjerë të Këshillit të Nxënësve, kemi arritur që t'jemi sot këtu ku jemi, pra me një krijimin e një podcast të ri, ku zëri i të rinjve të dëgjohet dhe të përhapet gjithandej duke shpërndarë vlera mjaft të mëdha dhe mjaft të veçanta. Ky projekt nuk erdhi rastësisht, është ndërtuar me një përkushtim shumë të madh, me punë, me përgjegjësi dhe me një dëshirë shumë të madhe për të thënë të vërtetën tonë. Qëllimi jonë është të ngrisim vlerat e të rinjve, të ngrisim mënyrën e aspektet se si mendojnë ata, të besojnë në vetvete, mos të mendojnë që duhet të dëshpërohen menjëherë, por që të vazhdojnë të arrijnë ëndrat e tyre duke punuar fort. Po gjithashtu jo vetëm për të rinj, por edhe në komunitet duke shpërndarë këshilla mjaft të veçanta, mjaft profitabile që mund të ndikojë pozitivisht në jetën e tyre. Vlen të ceget se ky podcast nuk ndalon sot këtu, do vazhdoj edhe në javët në vazhdim me tema mjaft të veçanta dhe mjaft edukative për të gjithë. Faleminderit shumë dhe fillojmë podcastin tonë më të ri. Atëherë, siç e thash, ne në podcastin tonë do të flasim tema mjaft të rëndësishme dhe mjaft me vlerë që do të ndikojnë pozitivisht në komunitet. Tema për sot që na prek të gjithëve është se a duhet të largohemi nga vendi ynë apo ta ndërtojmë atë. Sot kam kënaqësinë që të kem pranë meje dy maturantë, një vajzë që beson në të ardhmen këtu dhe një djalë që sheh mundësi jashtë vendit. E kush më mirë se nxënësja apo kryetarja e shkollës Zhurmë Buzuku, Elisa Çollaku, faleminderit se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Dhe gjithashtu kryetarin e shkollës kompetencës nxënës Sindreni Skoci. Faleminderit, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Atëherë, para se t'ja fillojmë, nëse mund të na prezantoni pak për veten se çfarë bëni, kush jeni, kështu me radhë disa informacione që me të vërtetë duhet i dim nga Elisa. Përshëndetje, unë jam Elisa Çollaku, jam nxënëse e gjimnazit Zhurmë Buzuku, jam gjithashtu kryetare e Këshillit të Nxënësve të gjimnazit Zhurmë Buzuku edhe njëkohësisht edhe maturante. Pra ky është viti im i fundit Si shkollor. po bën më ndjej Elisa ky fakt që je maturante, se besoj është një emocion mjaft i veçantë. Po, me të vërtetë është një kohë shumë stresuese edhe për mua dhe për gjithë bashkëpunëtorët e mi, sepse është një periudhë ku ne do të marrim një vendim shumë të rëndësishëm për të ardhmen tonë, do të thënë se çka do të vijojmë, ku do të studiojmë, a do studiojmë jashtë apo brenda, dhe besoj që do të thënë nga kjo periudhë shumë kritike për neve, duhet me mundu sa më shumë që me pas sa më shumë ato opsionet tona që i kemi, para se me marrë një vendim shumë të rëndësishëm që mundet edhe me e tregu se çka do të bëjmë nga tutje. Elisa më haro shumë edhe me bashkëpunu me ty në për aktivitetet ndryshme, në për organizata të rinjve, edhe të kam pa mjaft aktive. Çka të bën mu të rek ma shumë ky fakt i aktivizmi bashkë të ri? Se besoj edhe tek vetja, do të thonë që më të rek kjo gjë që me bashkëpunu me të rinj, me pas organizime të reja, nisma të reja, iniciativë ndryshme. E për këtë arsye, çka është ajo që ti të rek apo të ka pëlqyer gjithmonë më marrë në pjesë? Ndoshta për mendimin kam arsyeja kryesore pse kam, me thënë drejtën, vullnet me marrë pjesë në për kësi lloj organizimesh, aktivitetesh, është sepse mendoj që zëri i të rinjve ka një rëndësi shumë të madhe. Edhe kur ne duam të realizojmë diçka, atëherë me forcat dhe bashkëpunimin ton, atëherë ne mund t'i arrijmë atë. Do thënë, duke nisur nga shumë aktivitetet tona që kemi pasur në vitet kaluara, gjithmonë për një lloj kauze të ndryshme, ne jemi ngritur së bashku dhe kemi mundu që me realizu dhe me avoku për atë temë. Gjithashtu unë për vete, si kryetare e Këshillit të Nxënësve, është do thënë një pjesë e detyrës time që me realizu sa më shumë aktivitete për nxënësit e shkollës. Edhe do thënë është një gjë shumë kryesore
për shkak se mundën me bo domethënë shkollën një vend jo vetëm ku shkojmë për me mësu, po edhe një vend ku ne mund të qëndrojmë së bashku, të argëtohemi, do thënë të mësojmë për gjëra të ndryshme që nuk kanë vetëm lidhje me mësimin, por edhe jetën në përgjithësi, do thënë të marrim mësime të ndryshme për jetën. Patjetër, vjen mirë. Muzon këtë farë më thënë që ka ende të ri liceu pra që mundohen edhe bashkëpunojnë edhe krijojnë nisma të reja për me gjithë shka ndriçet në popull. Faleminderit shumë. Në krahun tim të djathtë kam gjithashtu kryetarin e shkollës së kompetencës, nxënësin Drenis Koci, ku dhe ky, para se që fillojmë me temën kryesore të debatit, do të diskutoj së bashku me neve tema mjaft të rëndësishme pra gjatë përvojës së tij gjatë aktivitetet që i bën në jetën e përditshme. Përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën, për përposjen e kryetarit të Këshillit të Nxënësave. Faleminderit shumë. Përndryshe unë Drenis Koci, kryetar i shkollës Qendra Kompetencës Prizren. Këto 3 vite të shkollës mesme kanë qenë një prej 3 viteve më të mira të shkollimit tim, ku në shkollë të mesme, siç e dim krejt, shoqëria fillon të bëhet më e madhe, fillon gjithë nxënësit për me e studiu veten, për me mësu veten, për tallën që kam i prit mas shkollës mesme. Viti i fundit, pak viti vështirë, puna e notave, puna e mësimeve, por një vit shumë i këndshëm për të mbajtur mend. Normal krejt jam u mërzit masi ta kaloj vitin e tretë për me pas një shoqëri të shkollës mesme. Përndryshe unë jam sportist, jam basketbollist për klubin e bashkimit, klubin e qytetit, jam me përvojë profesionale që 7 vjet. Eksperjenca jam si kryetari i shkollës, gjithashtu edhe kryetari i Këshillit të Nxënësave për 2 vite rradhëzi, ka qenë një prej eksperiencave më të mira që kam pas në jetë, ku më ka mësuar shumë sene për tallmen edhe më ka krijuar shumë shoqëri të mirë, që sot jena prapë se prapë shok të mirë mes vete. Si kryetari i shkollës Qendra Kompetencës kemi pas aktivitete ndryshme, sipas festave, domethënë siç ka qenë 25 nëntori, 17 shkurti, ku shkolla ka bëu organizime të ndryshme, ka bëu do të thotë shumë programe të ndryshme për me kultivu kulturën tonë si shteti i Kosovës. Për shkollim mas shkollës mesme po vendos me shku jashtë shtetit për shkak se perspektivat e mia edhe si basketbollist, po edhe për shkollën tjetër dhe për universitet më kanë pëlqyer më shumë se këto. Më sport i dojë shumë sukses në podcastin, edhe shpresoj që podcasti ka më qenë një prej më të mirëve dhe Shumë faleminderit, shpresoj që gjithë na ecë shumë mirë dhe që me dhuru mesazhe pozitive. Dhe isha me drejtë e ceket që jep një sportist, po gjithashtu edhe patjetër që ja ketari në pjesën e mësimeve, në pjesën e pozitiv kryetarit të Këshillit të Nxënësave të shkollës tuaj. Qysh ke mujt me menaxhu pjesën edhe në qenë sportisti i mirë, po gjithashtu edhe me dhënë kontribut në shkollën tonë, se e marr parasysh edhe tek vetja kur ke një aktivitet tjetër, po kur ke edhe pjesën e mësimeve, ndoshta kemi pas pak problem, kemi pas disa sfida, atë se jo të gjithë kam realizuar me një kohë caktuar që ti ke para mendu, gjithmonë kam menduar një aktivitet, një punë e re, e kjo ndoshta mund me të ndalu që mos me realizu që ato që ke pas më herët ose atë një ndjeci e vogël. Qysh ke mujt me realizu edhe me na tregu pak a shumë neve që edhe publikut krejtë që na shikojnë se qysh një ato rreth kësaj pjesë. Shishojnë, patjetër që është problemi i marrë dy aktivitete të ndryshme, po kur e ki vullnetin e mirë gjithçka bëhet më e lehtë, ki kohë për gjithçka. Unë për kohën e sportit gjithmonë kam gjetur një kohë të veçantë, domethënë se sportin e kam pjesë të jetës edhe kur të bëhet diçka monotone jetës, domethënë që e bën çdo ditë, pastaj një tjetë pjesë e jetës, edhe ti duhesh me vazhdu që atë për ta jetën derisa ta plotson ëndrrën tonë. Për aktivitetet që kam pas si kryetar i shkollës tonë, këshillit të shkollës tonë, kanë qenë aktivitetet që kam pas jashtë orarit të sportit, do thotë. Kanë qenë aktivitetet që ku mujt me dalë edhe jashtë orarit të sportit, po kur kam pas orarin e sportit edhe aktivitetet tona brenda shkollë, ato në kam bënë të lërem vogël, ku më lënë domethënë njerëz që kam besu për me kryer atë aktivitet në vend. Është një periudhë e vështirë kur e mendon se atë në Kosovë për sport duhesh më menu shumë mirë, a do më fut në brenda kësaj loje të sportit, apo s'do më fut se është diçka që ja duhesh me bëu me zemër, ja nuk duhesh me bëu hiç. Për mendimin tim, sporti në Kosovë është një gjë shumë e mirë me fillu, por nëse do me majt edhe sportin edhe aktivitetet që brenda shkollës, ka njerëz që nuk mundën me i majt këto, por nëse ki vullnet normal, atëherë mundesh me i majt të dyja. Mu kjo ka dhënë eksperiencë edhe për jetën që më bëu shumë sene brenda një dite, për shembull më bëu aktivitete ndryshme shkollore para ditës, mas ditës me u merr me sport.
Kjo është një mesazh për gjithë që thonin që nuk mujna mi bo, është një mesazh që nëse ki vullnet ata e mundesh mi bo të gjitha bashkë. Po, do më thonë një shembull shumë i mirë që një arrit se cilët gjallë që ti e preferon me bo, apo çka e ti si synim, do më thonë që mundesh mi menaxhu gjitha nëse punon për ato në vërtet shumë edhe i ki si ëndër, edhe pra një mesazh shumë i veçantë që gjithçka mund të arrijë. Faleminderit shumë Renis. Atëherë, si të cekëm edhe në fillim, që ne kemi pra dy nxënës, të cilët njëri dëshiron të studiojë jashtë vendit dhe tjetri dëshiron që të studiojë në vendin e tij. Patjetër që ne i kemi krijuar disa pyetje që këta do na argumentojnë se pse të studiojmë këtu, apo pse të studiojmë jashtë shtetit, apo cilat janë rrethonat që e shkaktojnë këtë problem, më themi. Po vazhdojmë një herë me kryetarin e Gjallëzukut, Elisën. Ata Elisa duke marrë parasysh që ju jeni nxënëse që keni dëshirë me studiu vendin tënd, pra në vendin ku jetojmë ne, duke marrë parasysh pra që ndoshta edhe nuk i ka kushte shumë të mira si vendet e jashtme, po prap ekziston një nxënës që ka dëshirë me arrit edhe me kry studimet e tij apo të saj në vendin ku ai jeton. Është një gjë që me të vërtetë na bën ndoshta krenar si shoqëri, por mund t'jetë ndoshta problematik për atë personin që si do mund t'i kryej studimet, ato pengesa që ndoshta mund t'jenë në shtetin tonë që nuk i ofrojnë shumë mundësi të rinjve, po prap ne mundohemi në fuqitë tona që t'ja dalim. Desha me pyet se pse pikërisht ti zgjedh që me studiu në vend? Atëherë besoj unë për vete kam qenë që ndroj këtu dhe t'i venjoj studimet e mia brenda Kosovës, pra brenda vendit tënd, sepse besoj që gjëja kryesore, pra gjëja primare, është që ndryshimi fillon nga ne. Normalisht ne jemi një shtet i vogël, ndoshta edhe do thonë nuk kemi arritur do në zhvillimin e madh si për ato shtetet në perëndim që janë, për shembull në aspekte të ndryshme si kryesore pra arsimit. Ama mendoj që ne nëse të rinj, do thonë nëse përgatitemi së bashku, do thonë vendi jonë nëse fillojnë të largohen edhe shumë të rinj, siç po është do një dukuri shumë e madhe tek ne, mendoj që vendi jonë do të vazhdon edhe me humb atë potencialin e vet që e ka. Për shkak se shumë të rinj kanë do thonë ëndra të mëdha, por nuk e shohin veten e tyre duke i realizuar këto. Unë për vete, unë kam vendos, do të thënë që pasi kam vendos me studiu mjeksi, kam mendu që besoj që opsioni jam më i mirë është në studiu këto. S'pari do të thonë, kam familjen time këtu, që është mbështetja ime më e madhe, do të thonë kam shoqërinë gjithë rrethin tim këtu. Gjithashtu dhe mendoj që arsimi në Kosovë nuk është edhe aq i keq se sa thonë në vendime disa të rinj, për shkak se prej universiteteve të tona të Kosovës dalin shumë intelektual të ndryshëm, pra do të thënë persona me përgjegjësi shumë të larta. Edhe pse jo t'jem edhe unë pjesë e tyre, pra duhet t'jem pjesë e zhvillimit, edhe jo vetëm pra si një lloj spektatore e tij nga jashtë. Edhe mendoj që nëse unë vazhdoj me këtë drejtimin tim që e kam vendosur, ndoshta disa njerëz edhe nuk do të pranojnë me mendimin tim, mendoj që pse nuk po mundesh me shikuar edhe mundësi tjera jashtë, por besoj që për mua kjo ka qenë vendimi jam më i mirë për mua, edhe shpresoj që t'ja mund do të arrij ato, edhe të realizoj atë vendime të mëdha, sepse unë për vete do thënë pasi dua të studioj mjeksi, kjo ka qenë ëndra ime kam qenë e vogël. Edhe me shku, për them, me shku diku jashtë edhe me pa veten, do të thënë me gjithë ato vështirësitë që i ka, do të thënë mos pari ndërsa të admjetohesh në një vend të ri, të gjesh në atë shoqërinë rrethin tënd, të mësohesh me mënyrën e jetesës, sepse normalisht mënyra e jetesës është shumë e ndryshme, do të thënë në çdo vend ndryshon. Edhe gjithë ato peripecitë që i ka, mendoj që mund t'i evitoj nëse unë i vazhdoj mësimet e mia universitare këtu. Faleminderit shumë Elisa, unë shpresoj që ëndrrën tënde me realizu. Deshta me cek që edhe për gjithë shqipustan që asnjëherë mos u ndiku prej fjalëve të njerëzve
përkundrejt ëndrrës tonë që ne kemi, sepse duhet gjithmonë të mendojmë vetëm për veten, se çfarë na bën neve të ndjehemi më mirë dhe jo ti mendojmë fjalët e të tjerëve, se tek e fundit ata nuk e kanë jetën tonë në dorë dhe ne mund ta përdinojmë si dojmë kohën tonë, jetën tonë, duke mos i dhënë llogari askujt. Dhe unë shpresoj që me vërtet do kesh një sukses mjaft të madh. E cekëm pjesën që mund të jetë ca problematika të ndryshme për studiuar këtu. A e beson vetën që përkundrejt këtyre problematikave që mund të kesh në shkollimin në vendin tonë për shkak të ndoshta kushtet të mira, mund të arrish një sukses mjaft të madh edhe gjatë shkollimit, po edhe pas shkollimit me ndonjë postë të lartë apo ndonjë gjë që në vërtet e ngrit shtetin tonë përpara. Besoj që ndoshta për mendimin tim nuk është edhe shumë e vështirë për mua, domethënë sa flas për veten time, për shkak se edhe gjatë shkollimit tim, domethënë gjatë këto rritjeve të fundit të shkollës së mesme, mendoj që jam përgatitur mjaftueshëm që me i përballu ato vështirësi. Edhe domethënë pavarësisht që do të përballem të ardhmen time, besoj që puna, motivi, vullneti domethënë pasi është edhe ëndra ime, nëse vazhdoj me ato forcë domethënë në vazhdim, do të mund t'ja arri. Edhe pse ndoshta gjatë atij rrugtimi, siç përmendën domethënë ka ndoshta kushtet, pra kushtet nuk janë edhe shumë të mira, po nëse ne punojmë për me bo një anë më të mirë, jo vetëm për neve, po edhe për gjeneratët pasuese pas neve, pse jo që me ja hap rrugët që edhe të rinj tjerë ta shohin veten aty me studiu, jo vetëm jashtë. Tjetër, shumë faleminderit, një mesazh mjaft i veçantë. Ne sapo biseduam me një nxënëse që shpreh dëshirën të punojë për vendin e saj edhe të kryejë studimet në vendin e saj. Ndërsa tani do bisedojmë me një nxënës tjetër që shpreh dëshirën edhe ka synimin që të studiojë jashtë vendit dhe ai do të na jep gjithë argumentet e tij edhe se pse ai ka dëshirë apo çka është ajo që e bën që të studiojë jashtë vendit. Atëherë, Drenis, pse pikërisht ti zgjedh që me studiu jashtë vendit dhe jo në vendin ndoshta ku i ke kryer edhe studimet e mëhershme? Që unë gjithë kam pas dëshirë me jetu në Kosovë dhe me përfundu karrierën tanë, karrierën e mësimit, universitetin krejt kam pas qef me jetu përfundu në Kosovë, po sipas informave që po i shoh ditë për ditë, për vrej që ndoshta po ka disa probleme që mund me has në karrierën tanë të ardhmen. Të nis prej ëndrrës me vazhdu në universitet, ka qenë ëndrr prej kur kam qenë fëmijë. Unë gjithë kam pas qef me studiu ekonomikun edhe do të vazhdoj me studiu ekonomikun, po jo në Kosovë, do të vazhdoj në shtetin e Gjermanisë. Kur them që kam pas qef, po tash nuk kam më, është se kam pasur në shumë raste që kam pas që shumë njerëz janë futur në universitete me një aftësi edhe unë mendoj që njeriu do të me pasi sa ka aftësi për me u fut vet, s'ka nevojë për një aftësi. Edhe kur folim për shtete tjera, gjithkush e din që shtete tjera nuk mundesh me u fut gjithku lehtë me një aftësi. Nuk është një njëjti sen si në sport, po domethënë sporti edhe mësimi janë dy sene të ndryshme. Po të dyja të hasin me një aftësi. Për shembull ka pas shumë lojtarë që janë futur përfaqësues të Kosovës me një aftësi edhe ndoshta nuk e kanë merituar me u fut, e kanë merituar dikush tjetër. Për këtë arsye kam vendosur me studiu jashtë. Edhe siç e thënë edhe Elisa, mësimi nuk është, domethënë arsimi nuk është shumë keq, është për një ndim shumë i mirë, po unë po mendoj që tolerimi i profesorëve apo arsimtarëve ndaj nxënësve që e bojnë shumë e shkaktojnë që nxënësit më kanë me pasur sjellje të mira kundër profesorëve apo arsimtarëve dhe shtyjnë që arsimin e ratë poshtë brenda në shtetin e Kosovës. Unë gjithmonë kam qenë kundër me dalë me studiu jashtë apo me dalë me jetu jashtë, po jeta kohëve të fundit në Kosovë ka vërtetuar që atë është më mirë me shku me jetu jashtë se këtu. Kur them kështu e them se për shembull të e kryj një shkollim shumë të lartë, për shembull e kryj shkollimin e ekonomisë në Kosovë dhe marrë diplomë, kryj masterin, edhe prapë se prapë kur e sheh kur do më fut në një bankë ose dikush diçka, dhe se ki për marrë shembull prindin e fortë, atëherë nuk është që pranoj shumë. Edhe prapë se prapë më bëjtet në një rrugë të kamarierit. Si sportist është pak vështirë me vetë në një rrugë kamarierit se
që të dim sportista gjithmonë ka nevojë për gjëra të reja, domethënë çdo 2-3 muaj se konsumohen ato për shembull atletët ose rrobat, ndresa. Është pak vështirë me mjetu me një rrugë të kamaririt, po flas për gjithë kamaria në përgjithësi e kanë shumë vështirë nëse imagjino me pas familje të edhe pas me një rrugë kamarie që është diçka shumë e vështirë gjithkohë në Kosovë kur është kamaria kështu me bëu një punë dy. Rroga që ti në shtetet e Gjermanisë për shembull është diçka që ti mundesh me marrë edhe familje me çfarë rrugë. Do të shteti të jap çato mundësi. Shteti jo nuk po të jap çato mundësi, nuk po të vlerëson ç'është duhet, po vlerëson vetëm nëse ke një aftësi. Edhe unë jam pajtu me faktin që është më mirë me studiu jashtë se në vendin tonë. E kam bo punën që me shku rinia krejt jashtë, mësë me kërkush këtu për me studiu. Për marrë më shamu studimin se te dhe në di gjithë që shumë njerëz shqiptarë kanë shku dhe me punu jashtë se nuk ka përshop rroga, nuk ka përshop kështë në marrë në cilë këto. Denis, po kuptoj dhe unë vlerësoj shumë mendimin tënd, do të thonë që se e kemi dy mendime kontraste. Po për shembull, a ke mendu që me bo diçka që me vazhdu, do të thonë me pas një mendim që me shtyty me studiu vendin tonë, atë kam do një mendim, do një diçka që ty prapë të ngrej vendin tonë edhe të thonë për një moment, jo, nuk po du me dalë jashtë se prapë se prapë ma mirë këtu. Pas për mendime, unë kom biseduar me familjen në gjysmën e familjes teme, kom jashtë të punu, veç për puna që sa që ta cejka pak ma herët, ka pas shumë herë që kom mendu të më thonë, diçka s'po shkresh jashtë më përri këtu, po kur e kom pa eksperiencën teme basketball që nuk muj me shku diku me mëri ëndrën teme, po du me mëri aty, atë kom thonë që kom pas menime, po prapë do të më kthyti e menimi, prapë do të më kthy në realitet, për me shku me punu jashtë, me vazhdu basketballin, studimet jashtë. Nëse e ke po pak basketballin në Kosovë, po flas si basketballist, sipas menimit tan, unë e luaj basketballin që 7 vite, do të thonë vite profesionale, edhe ka pas raste që disa lojtarë që janë kanë shumë me vlerë, do të thonë kanë pas talent shumë të madh në Kosovë, nuk janë vlerësuar ashtu siç duhet. Edhe për shembull, basketball siç e din loja shkon me 5 lojtarë me në fushë, edhe ka qenë një lojtar më talentuar, ka shku trajneri për shembull se ka pas shumë shok mirë babën e tij, ka shti tjetër kanë, nuk e ka lënë ato me zhvillu. Që është një problem kryesor për talentat në Kosovë, edhe mas ne krejt e bojnë pyetjen pse po shkon jashtë me lujt kur mundesh këtu, po mundesh me lujt edhe këtu, por nuk po të vlerësojnë që ashtu ç'është duhet. Mas ne drejtorët e ekipeve po këshyr më shumë me shku ka paret, nuk mendoj që ti nuk mundesh me nxjerrë një talent me parë, do të thonë krejt talentin që shke ushtru, që shke dhënë mundin edhe prapë se prapë e vrejnë që është më mirë me shku me jetu jashtë, me studiu jashtë, me luajt basketball jashtë, se sa këtu. Po unë e kam një mesazh për gjithë shikues që po na shikojnë. Mos e lëshoni Kosovën nëse mendoni që mundi me mëri këtu, nëse e keni qëllimin për me mëri këtu, nëse e keni qëllimin për me mëri jashtë, atëherë këshironi bëni dyqysh me mujtë me studiu këtu edhe me po vetëm diku manajt. Për shembull Elisa që ka me studiu në Meksi, një orë gjitha folët të volontaru që për me pos gjallë, faleminderit. Elisa se nëzasë që është për menimin tanë, unë shikoj të armën e Elisës që ka më konë dikush shumë i njoftë për Kosovën, dikush shumë i rëndësishëm për Kosovën, ka për shembull nëzasë që nuk mësojnë qatë shumë edhe me njoftësi, futen mjekësi, si që di mjekësia është gozha një universitet i vështirë për më fut, edhe kam prindër e tyre që janë për shembull janë deputet ose janë diçka që shtojnë janë shumë të fortë, kanë parë edhe kërkojnë që për më fut fëmijët e tyre në fakultet pa test pranues apo pa kur gjobjen që apo edhe kur e merr ai diplomën, ai ka më shkaktu problem shtetit e Kosovës se kur shkon me një operacion ai nuk din çka ka më bëu, edhe mundet me pas një problem me atë personin që është në sallën e operacionit, ai bëj person me boshë dje më të rënda. Edhe do të thonë unë e shikoj çdo sene. Për shembull është në basketboll e njëjtë sen. Shumë me lypë për fatësusën, nuk je shumë talent, edhe tash vinë ndeshjet kryesore, nuk mundesh me fitu dhe ato ndeshje nëse e futa djalin që baba e tina ka shumë pare, se ai lojtar mund ta ublojë me menu që është shumë i fortë, me lujt vetë dhe mos me mri Kosova si shtet, domethënë në aspektin e basketbollit që aty ku duhet me mri. Unë po mendoj që për Kosovën do të vesh me këshir talentin e do të me këshir avancu ma shumë, domethënë cili e meriton me shku qëtu e cili nuk e meriton me shku qëtu. Edhe për ata që nuk e meriton,
me përgatit që me shku në rrugtimin e meritimit qati pozitës ose qati vendit punës ose qati shkollimit që për në klasë. Dernis, ti the që unë mendoj se gjithë ata për shembull që e përfundojnë shkollimin këtu, është një përfundu këtu nëse tojnë me arrit diçka në vend. Për gjithë ata që kanë dëshirë me studiu jashtë, që kanë dëshirë pra me arrit jashtë, duhet me studiu jashtë. Po a ke menduar një herë faktin që për shembull me shku me studiu jashtë, me ndërtu një jetë ande, me ndërtu një karrierë, po me u rikthy në vendin tënd edhe me dhënë kontribut për vendin. Unë e kom mendu kështu janë. Nuk është që kom ka shku me në keqë për futit, po unë kom pas qef me shku me studiu jashtë, me kriju familjen tem, mu ambientu me me jetën që është jashtë, për shkak me jetën Gjermani. Është normale që është shumë e vështirë derisa ta ambientosh, është gjuhë tjetër, është vend tjetër, janë njerëz tjerë, kulturë tjetër. Po nëse ti ki vullnet, më shku përshtat me çdo ambient që të vjen. Për shembull, unë kom kalu 12 vjet shkollës fillore dhe të mesme me çet proces të mësimit në Kosovë, ku dikush ndoshta s'kish mund mi përballu çto padrejtësi që po i bëhen. Nuk kom mendu që muj më kthy prap, po pse jo më dhon kontribut. Unë kom mendu nëse më rri domethënë ëndrrën tem si basketbollist, me çato tavma financiare që i bëj, me hap një klub basketbollit në Kosovë, me financu, ose nëse se hapi një grup të basketbollit në Kosovë, me financu grupin që kom lyp më herët. Për shembull bashkimi që është. Bashkimi është një prej ekipeve që pasurimit të më të mirë në Kosovë, më strukturë, trajnerët i ka top nivel, gjithçka është në rregull me ekipin e bashkimit. Po për shembull pse jo unë kur shkoj jashtë ta mbrej ëndrrën tem, me financu grup moshat që kanë qenë edhe më të mëdha të gjithë po vullnet me shku për shembull me marr trajnerat me klasë botërore, me dërgu që është jeta jashtë, që është basketbolli jashtë, që është basketbolli evropian. Këtë basketbollistat që janë në moshën temë, që janë në moshën për më të vogla, kanë qef me mri në NBA, si që një NBA është një për ligave më të forta në potë për sportin e basketbollit. Po gjithë do me di që për në mri në NBA do shë në përkushtu shumë, do shë në koni disciplinum, do shë në pas gjitha, edhe unë me mdoj, edhe një talenta të rritë në vendin tonë, që dhe mos në Zërën, që e kanë që kapacitet që më në mri në NBA, po për shkak se nuk vlerësohen shumë, nuk japin mundësi, po e jashtë kur shkon është mundësi tjetër se të vlerësohen, edhe nëse nuk i ki kushte financiare prapë se prapë vlerësohen. Unë kom pas shumë raste familjarë të me, shok familjarëve që domethënë ka janë nisë futbollit në Kosovë, nuk e ka vlerësu, ka dalë jashtë, e ka vlerësu qatë shumë, sepse kushte financiare ka pas shumë, domethënë s'ka pas hiç kushte financiare, edhe tash është nivel botëror, kupton me lojën që e bën futbollit ose basketbollit. Unë e përmendaj që ma mirë është me kur ta mri ëndrrën tem, kur t'i bëj për shembull do vjet, kur ta bëj familjen tem, kur ta ambientonat, me këshill me kundërgu vendin tem për çat sen që unë e njoft më së miri, për shembull basketbollin, siç thash me i financu, me i pru topa të ri, me i pru ndresa të reja, me i pru kosha për shembull të ri, ose në shkollën tem, po në shkollën tem, shkollën e kompetencës, nëse kisha shku jashtë dhe isha bu kushte financiare më të mira, për shembull me ndihmu shkollës me donatu do kosha shumë të mira për në njërë që nëzosat që kam pas qef me lidh basketbol, me u knasht me lidh basketbol, se që sporti nuk është me zërë. Sporti është qef dhe dëshirë. Edhe unë një shumë të vegjën me moshi kanë qef me lidh basketbol, dhe edhe të moshës tanë që kanë qef me lidh basketbol, për si konë sigur ta kanë me mbri në Kosovë. Për shëto unë përdu me dalë jashtë, një kalëzu se këshre Kosova nëse nëse udhëheqet për njerëzit mirë, edhe njerëzit të arritur me grada po, kapacitetin grada me grada qarta, atër mundet me bo Kosovën në vend evropian të mirë, që më është me mbri edhe basketball, me futball, me universiteta me krejt. Unë përdu me kalëzu gjendve që kur shkoj jashtë, kur të mri ëndrrën tem, ku mri që ku dalë jashtë, që ku nejtë në Kosovë. Përdu me dhënë një mesazh që krejt ata që kanë në marrë ta në Kosovën për shtet, me dit me kontrolu, me dit me pas, mësë me nga me një fësini i bushtë të gjallën, se është shu Kosovën si shtet, krejt për shkojnë jashtë, si që din të krejt të ri, ti ki familjar për shkak që shkojnë jashtë, unë e kam familjar, po, se cili e ka një familjar jashtë, kur ta pyet që ato pse ka shku jashtë, ai thotë për me pas një jetë më të mirë, po pse s'mujtë me bo jetë më të mirë në Kosovë, jo, e pse, se ja shtetu qënime, kur ja shtetu qënime nuk janë rritë rrugat, po, nuk janë rritë rrugat për me pas qatë mundësi me jetu. Veç për du me kalëzu që edhe këtu më nëshme më rri me pas vullnetin e mirë dhe me pas shtetin e mirë, edhe për shembull një rast konkret e kena po që
jetatëve përfaqësues Kosovës në futboll, e kanë pas pranë ndeshjen për kualifikimin e Kupës së Botës, po fatkeqësisht nuk fitu, po prapë se prapë unë si drenis, si shtetas i Kosovës, jam shumë krenar me ata djemë se ka pas për shembull Vedat Mori që ka qenë lojtar që ka luajtur në ekipin e qytetit vet, atë aty që ka ngritur top liga më të mëdha të botës, është bile top scorer në ligën e Spanjës. Domethënë nuk shuhet kur omra nëse jeton në një vend se ki gjithmonë zgjidhje. Unë për shembull kam një zgjidhje me shku me jetu në Gjermani edhe me vazhdu basketbollin për me mrejt që të kubudu. Kështu që veç do të më njeh kontra si tani e kështu, nuk të vynet as shteti për me mrejt. Drenis falenderoj shumë, ke dhënë një mesazh shumë të fuqishëm, duke përfshirë synimin tënd se edhe arsyet tua se pse po mendon Jarku, me vërtetë është për me jo në anë ardh keq komplet si shikues, po gjithashtu edhe si popull, si ligj, si komplet aktorë ndryshme relevant që ndoshta nuk po e kryejnë punën e tyre siç duhen, edhe po vije deri në këtë pjesë, deri në këtë pikë ku të rinjt po na ikin nga vendi jonë edhe për këtë arsye nuk po mund që vendi jonë me u zhvillu. Unë besoj që kem pas shumë sukses në jetën tënde edhe në pjesën tënde profesionale, po shpresoj që krejt synimet që keni arrit, që besoj që keni arrit patjetër, më ardh edhe më dhon kontribut në vendin tonë, sepse në të vërtetë nuk duhet që na vijnë si lloj njerëzish kanë synime të qarta se çka dojnë me arrit në jetën e tyre, edhe synime konkrete se çka dojnë me ndihmu për vendin e vet. Dhe besoj që gjithë pjesa më e madhe e ngritur e vendit tonë, pjesa që neve na ka ngritur si popull, që i ka ndihmu popullit tonë, ka qenë prej gjithë atyre njerëzve që kanë dalë jashtë shtetit, kanë punu, kanë vepru, edhe kanë pru të ardhuna në vendin tonë, kanë qenë biznese, kanë qenë institucione ndryshme, organizata ndryshme, edhe kjo të mundu që me na ngritë edhe neve. Ne për shembull kemi bashkëpunime me organizata të ndryshme qeveritare, pra që janë kuadrët të drejtave të fëmijëve, kuadrët të rinjve, edhe këto ndoshta nuk janë formula nga ne, domethënë, po janë ata që kanë shpejt dëshirën, ndoshta dikush i njoni që ka shkuar atje, është pjesëtar i atij grupi në një vend të jashtëm, duke u mundu edhe që me na ndihmu neve në një farë forme që shtetin e tij me ngrit përpara, përfaqësues, ambasadorë ndryshëm, këngëtarë ndryshëm, artistë ndryshëm që mundohen me ngrit vendin e tyre. Domethënë, për shembull kemi artistë si Dua Lipa, Rita Ora, edhe kur ngritën kur fiton diçka, patjetër gjithmonë kujtohet vendimja e vet, Kosova. E për këtë arsye, ndjek e qartje nëse dikush prej Kosovës, prej trojeve shqiptare, shkon në një vend huaj, edhe pastaj llogaritet si i tyre, edhe gjithë meritat i merr vetëm vendi ku ka shku. E për këtë arsye mendoj që duhet patjetër që së fundmi me dhënë kontribut edhe me ditë se prej kaj kemi marrë hapat e parë dhe mos me harru asnjëherë. Shpresoj që kemi arrit kontrën tënde dhe kemi realizuar ardhat tua në përgjithësi. Faleminderit, janë unë kam mundu me përfaqësu shtetin e Kosovës në mënyrë më të mirë, me tregu që çka djalë për Kosovës kam rrinë deri çto, domethënë edhe për çti shtetit kam rrinë deri te çky nivel. Kam mundu me ta me përfaqësu më shumëti, do kur s'kam harruar dhe tan, edhe unë kam amanet tek ballës në përgjigje që vendi nuk harrohet kur, vendi i veri, që është ajo shpreha guri e shashëra. Kështu faleminderit shumë për këtë. Ne po kalojmë tash në pikën kryesore të debatit, pra në pjesën që vërtet neve na intereson apo pika kryesore që ne dëshirojmë me zhvillu një diskutim më gjerësisht. Është pjesa se ku vlen për dy palët, pra sa po ikin të rinj nga dëshira apo nga mungesa mundësive. Pra e cekëm pak të drejt pjesa kushteve ndryshme financiare, pjesa profesionalizmit që kanë institucionet ndryshme në vendin tonë, po të llohemi pak më gjerësisht rreth kësaj pjese. Siç e dëgjuat edhe pyetjen, çfarë mendoni ju? Apo ikin të rinj për shkak të dëshirës apo mungesës mundësive, se ndoshta ka dikush që ka mendimin, unë du me shku jashtë, unë qashtu pëlqen me shku në Gjermani, më pëlqen me shku në Zvicër, po nëse i thu amani si themi një arsyetim sepse po do me shku, thot vetëm pëlqen vendi. Kjo nuk është një arsyetim shumë i fortë, domethënë kjo është pjesa e pëlqimit vendit, okay, secili e ka mendimin e vet, mund me shku në studiu jashtë si pëlqen vendi, po nëse dëshirojmë më marrë vesh në bazë të kushteve që kemi, atëherë diçka pak më e thellë, sepse kemi me një pikë ku duhet me fol pak edhe pjesën familjare, pjesën e shoqërisë, se ai nuk po mund ndoshta më zhvillu në vendin tonë. E për këtë arsye, prej krejt përvojave, prej krejt historive që keni dëgju, apo ju si e mendoni këtë pjesë, a i kena ta sipas dëshirës apo në bazë të kushteve?
Nëse më marrë në fjallën, S'ka problem. atëherë mendimi jam është që atëherë pyetja ke a iki prej dëshirës apo prej mungesës mundësive. Po. Besoj që mundet me vlet për të dyja palët. Pse kjo? Po sepse ka shumë të rinj që normalisht kemi qef me pa botën, është do thonë secili ka për shembull një lloj si checkliste që ka qef me i shikue disa vende të ndryshme të botës me i vizitu. Po në njëjtën kohë do thonë edhe ndoshta e shohim vetëm duke jetu aty. Ndërsa për nga ana e mungesës mundësive, atëherë po ja vlen me cik sepse normalisht na si një shtet i ri, shtet i vogël, nga dalë duhet të arrijmë të arrit atë nivelin e shkëlqimit sikur janë ato shtete të mëdha. Pra mendoj se më shumë të rinj largohen për shkak mungesës mundësive. Por kjo edhe nuk është do në zgjidhja e vetme, sepse ato mundësi pse mos e mund me i kriju edhe këtu në vendin tonë. Për shembull, nëse krijojmë ne kushte më të mira, më cilësore dhe besojmë potencialin nga ato në fuqinë tonë se çka mundemi me arritë ne, atëherë edhe shumë prej tyre do të kishin qëndru. Për shembull, shumë vende që janë tash do thonë shumë të rinj si ne, synojnë vetëm me shku me jetu dhe me studiu atje, edhe ato nuk e kanë nisur domethënë prej pikës më të lartë, edhe ato e kanë nisur prej zeros. Dhe normalisht me punën e njerëzve që kanë pasur ndonjë vullnet, pasion për me arrit me zhvillu vendin e tyre, edhe ata domethënë e kanë arrit atë pikë aty. Tjetër. Dëri çka mendon ti për këtë? Unë jep një mendimit njëjtë me Lisën që nuk shkojmë sipas dëshirës tyne, por shkojmë mungesës së kushteve. Se i kam marrë që familjarët e mi kanë shku javë veç për shkak mungesës kushteve që s'kan mujt për shkak më shkollu ose me punu edhe me qatë për rrugë të punës me moj familjen. Elisa Ceki që ka persona që din kanë qef me vizitu botën, po prapë se prapë ajo nuk është ikje jashtë shtetit e është me vizitu për Ati tragoni kulturë të re. po e viziton një javë për shkak 3-4-5 vende dhe prapë kthehesh në vend tonë, në kupton, po krejt që kryesorja është mungesa e mundësive. Kosovë nuk ka mundësi që ti me kriju një jetë sa më të mirë, sa më të suksesshme. Unë po mendoj që ata njerëz që i kanë kushtet këtu edhe ikin atje jashtë, është domethënë puna e dëshirës tyre, se nëse ti i kushtet në vend tonë atë pse po shkon jashtë, do të thonë për shkak të çelëve. Po për ata që nuk i kanë kushtet e mira këtu dhe nuk po mundën me kriju sukses edhe karrierë këtu, ata ikin për shkak se s'kan mundësi edhe ikin jashtë shtetit për shembull. Unë për këtë të shumë e cikën, nuk është që kam menduar unë domethënë gjithmonë me studiu në Kosovë, unë kam pas mendime që me studiu jashtë, edhe normalisht i kam pa ato mundësitë e mia se ku mund të dhënë çfarë universiteti mund me studiuar për atë drejtimin që duan. Ama kam pa domethënë që ato mundësi që i kanë ato vende, mund nuk janë edhe shumë domethënë aspekt arritshme në Kosovë. Edhe tani domethënë duke mendu domethënë kështu se normalisht nuk është një vend që mundesh me marrë shumë lehtë. Mund të domethënë mendimet ndryshojnë ditë pas dite, dhe më domethënë në atë 3 vjet që jemi në shkollë të mesme. Sidomos do të thotë kjo periudha jonë që është një periudhë shumë stresuese për neve. Ama unë për vete, edhe pse e kam pa domethënë edhe shumë njerëz tjerë që kanë studiu jashtë, kam pa që ato njëjtat mundësi që si kanë pas ata, janë edhe këtu në Kosovë. Tani për shembull pse me shku në një vend tjetër, me pas gjithë ato vështirësi, domethënë inkuadrimi shoqëri, mu ambientu, mësimi një gjuhë tjetër, tash domethënë edhe na normalisht për të sa domethënë me thënë gjithë jetën e kemi kalu këtu, është shumë vështirë domethënë me ambientu me një vend të ri, domethënë vetëm për kohën atë periudhën e studimit, sa e me të tash për shembull sa e parashë. Po për shembull mendoj që unë për vete edhe nëse domethënë ato unë vetëm e kam vendosur domethënë edhe shpresoj që organizohet ajo ëndra jeme me studiu domethënë me vazhdu edhe pse normalisht një konkurrencë shumë e lartë. Po mendoj që prej punës, nëse ki vullnet, ki pasion, është ëndra jote, pavarësisht se ku e realizon ti ato, nëse e ki atë qëllimin e qartë, do të mundesh me arrit. Patjetër, po. Nëse s'ka drejnisi me shtu diçka, se vetë na i se kam pjesë të kryesore, domethënë bërë në konkluzion sepse domethënë ekziston këtë dukuri që njerëzit apo të rinjt po ikin nga vendi i tyre. Unë kuptoj shumë mirë pjesën ku të rinjt ikin për shkak se pjesës së kushteve që cekën drejnisi edhe Elisa. Duhet pas parasysh që shumica e të rinjve mendojnë se kur shkojnë në vende të jashtme,
i serviret gjithçka gati edhe mendojnë që nuk duhet lodhen për asgjë. Po nuk e dinë që janë apo ekzistojnë disa mekanizma tjerë që i ndalon kjo gjë. Pra duhet me punu më shumë se vendet jashtme pra kërkojnë më shumë përkushtim. Përkundrejt vendit tonë, që ndoshta ky është diçka një faktor që i bën të rinjt më dembel, i bën të rinjt mos me mendu shumë për vendin e vet. Domethënë këtu unë i lë fajtor edhe të rinjt, i lë fajtor edhe shtetin, legjislacionin pra që ne kemi, për shkak se nuk i motivon shumë fort, për shkak se vendet tjera në një farë forme i joshin me pagesë. Le të themi sepse i kanë gjetur mekanizmin kryesor se qysh mundem i marr të rinjt prej vendeve të ndryshme me punu për vendin e vet. Pra në bazë të pagës, që për shembull ofrojnë shtetet e jashtme si Gjermania apo Zvicra, e kanë menduar që mi ngre këta edhe me punu. Domethënë punojnë ndoshta 12 orë në ditë, 14 orë në ditë, pa ndaj për shkak se me fitu atë pagë. Kur bimi në përfundim, e shohim që ndoshta më mirë është me punu këtu e jo atje, po prapse prap është ajo paga që 80% njerëzve intereson shumë. I josh më shumë edhe. Po, i josh do më qaj pjesë më shumë dhe kjo më nuk konë qaj faktori kryesor. Po mirë, themi pra që gjithë po largohen nga vendi, po i josh kjo. Nëse gjithë pra largohen, kush e ndërton vendin? Pra është kjo diçka që neve me vërtet na shqetëson. Është humbja e kulturës, humbja e shtetit, ne shohim në ditët e sotme që shumica e të rinjve mundohen edhe i marrin kulturat e vendeve tjera. Nuk mundohen mi kultivu kulturat e veta, traditat e veta, me punu në një farë forme për mi mbajt gjallë ato ende më shumë, po mundohen mi zavendësu në çfarë do lloj mënyre të mundshme me kulturat huaja, me i kultivu në ato pa qenë tonat, për këtë arsye pe humbi vlerën si popull, pe humbi vlerën si kom, si shoqëri mund të themi me një fjalë, sepse me të vërtetë është diçka që neve mund na dok fun, mund me thonë, ne që mëna i bo këto gjona të reja, po kur e menon anën tjetër të medaljes, e shohim që është diçka shumë negative, është diçka që ne bojmë pa mendu edhe sjellin diçka shumë negative, diçka që nuk është e mirë hiç. Gjithashtu edhe vjen ciklet që nëse gjithë largohen, atëherë ne dimë që njerëzit janë ata që ndërtojnë vendin e tyre. Pra ata janë që shtyn që mos zhvilluar ai vend. Edhe sidomos nëse nga ne të rinjt, sepse ne janë me këtij vendi. Edhe bëron ata janë forca që i sjellin ato idetë e reja, inovacionin, edhe ajo energjia kryesore për me zhvillu për me përballu vendin jonë sa më lart. Edhe nëse gjithë largohen, atëherë zhvillimi ndalet. Do të thonë vendi mbetet ashtu do siç ka qenë, vazhdon do shta me atë procese që unë nuk arrin ma akoma më nalt. Edhe kjo do mund tani shtyn edhe gjenerantet e tjera që me vijue do thonë me jetu jashtë, mos me shpat veten e tyre, një art në tyre në vendin e tyre. Edhe normalisht kjo pastaj edhe ndikon që vendi mos me zhvillu atë potencialin që e ka. Normalisht Kosova ka një rini shumë të fortë, shumë domethënë me ide do thënë të reja nga shumë, sidomos për shembull po flasim për ne çka kemi arrit ne këtu do thënë në vend në qytetin tonë me do thënë organizime, aktivitete. Ka dhe shumë të rinj në Kosovë që gjithashtu e kryjnë këtë punë, po mundet me i hub ai motivimi i tyre, për shembull se shohin që e gjet rinia po largohet, thotë çka po lyga ata këtu konkret po largohen. Edhe prandaj është shumë e rëndësishme do thënë që me kontribut se gjithë secili do thënë në atë sektorin e vet, për shembull do nisin fushën e sportit, ekonomisë, unë për shembull fushën e mjekësisë, gjithë secili me realizuar ëndrrën e vet edhe me kontribut në një ndoshta një kontribut nuk është edhe shumë i madh atë sa duket atyre, po me të vërtetë ka një vlerë shumë të madhe, sepse ajo e shtyn vendin që me u zhvillu, me përballu sa më shumë. Po, Gjenis çka mendonte do bëjmë za gjithë largohen në vendin atë? Jam mendoj që kam me pas tri që nuk kam më largu, kam me nejtë këtu dhe kam me lyp drejtën e tyne dhe me pas një shtet sa më të mirë. Unë që se kam e tash që shteti me do mënë këta që janë për shtet nuk po organizohen që ashtu që duhet me organizu, fatkeqësisht. Edhe mendoj që të the pak janë të mbelave këto, po unë të mendoj që këta e ka mundohen, po nuk të ndëgjohet zori tyne, për shato na po mundohen si nxënësa, si maturancë, si organizatore qeveritare, me mujt me ngritë zonën e nxënësit, zonën e fëmijë, zonën e të rijut, që me ndru që të udhëheqjet shtetit, apo kupton se nuk po ka kur gjon të mirë. Tash secila
secili shtet i ka ato të mirat e veta dhe na i kena të mirat e vetë, domethënë tona, po është puna që pa pushtet mirë nuk udhëheqet shteti, nuk për shkak unë tregova veç për punën e jo pushtetit mirë të shtetit i Kosovës, unë po du me ikë jashtë. Sepse kish pas Kosova pushtet mirë atëherë unë po se po kisha nejt këtu, e kisha studiu këtu, e kisha vazhdu sportin këtu. Unë veç po mendoj që tri duhet me dhënë zorë në zot dita ditës që me ndru pushtetin e shtetit vet, edhe me pru një pushtet ri, një frym të re, që me pas ma let do dhëmë ndryshimin e gjithë shkuaj që ka qenë e keqe në kohën e pushtetit kalum me kohën e pushtetit ri. Edhe mendoj që rinia ka mujt me pru që të sen në Kosovë dhe shumë prej njerëzve që kanë jetu jashtë kanë këtu në Kosovë. Nëse ndodh që sen, nëse e shoh që ka më përpanu Kosova në që ato fushë që unë përtu me fokusu jetën ta, ato pse jo më këthyre dhe unë prej jashtë të këto, më thënë, se gjithë shka që bëhet jashtë vendit tanë është vështirë, se ti jam mësuar që atë vend, në përshamë kujt 12 vjetë shkollë këtu, e kom jetu gjysmë e jetës tanë këtu, do të thonë e kom pasë shënën tanë këtu, familje kom pasë këtu, po rrethonat e jetës, rrethonat që nuk po mundesh me bli karrierë, nuk po mundesh me pas suksesin tanë, po çoj që më largu prej shoqënisë, më largu prej disa persona të familjes, më largu prej aktiviteteve tua që e ke nisur edhe më shku jashtë shtetit edhe me studiu, me luajt sportin edhe me Po, e cekë shumë mirë edhe atë pjesën që shumica të rinj ndoshta nuk po i vet edhe mundësia që me shpreh mendimin e tyre, me shpreh zonën e tyre, për shembull si nisi një punë, për shembull me cekë edhe pjesën ku ne ja kemi filluar këtij podcasti vetëm në fushit tona. Ne kemi kërkuar edhe prej organizatave të ndryshme, kemi kërkuar prej komunës në përgjithësisht në ndihmojë në kësaj pjese, edhe nuk e ka shpreh dëshirën edhe pjesën e mundimit që të realizohet një takim edhe ta merr përballë pak këtë mendimin tonë. Edhe për këtë arsye, kur vjen deri në këtë pikë pra studimit jashtë apo këtu, ndërtimit të jetës së individit këtu apo jashtë vendit, neve gjithmonë na ngre vendi jon, po me të vërtetë kur ja nisim duke i menduar këto gjëra mjaft të rëndësishme që janë për neve thelbësore, pra për realizimin për shembull të këtij podcasti që me të vërtetë është mjaft interesant le të themi edhe mjaft kultivues edhe për tjerët që mund t'i vetësoj mjaft shumë edhe pse jo që t'i jep mundësinë të rinjve të shprehë mendimet e tyre e lirshme, se në asnjë vend të botës nuk ekziston që të shprehë dikush mendimet do të thonë duke u bazuar apo duke qenë i varur nga dikush tjetër, ndoshta vetëm ndonjë shtet i cili ka atë hierarkinë e mundshme që nuk guxon as me livrit, do të thonë ka gjithë ato rregullat që njeriu nuk mund të qenë i lirë dhe nuk mund të më qenë si shtet demokratik, përderisa ekziston liria e fjalës, ekziston patjetër. drejt primare ky është Ne pasi quhemi si shtet demokratik, do të thonë askush neve nuk guxon me na ndalu me kriju një aktivitet të ri, me kriju një nismë të re, apo themelimin e një podcasti që kemi bërë na vetë me forcat tona. Që e do në përmendaj që nga këtë që punë që përvojna që podcast që to që nga pas do thonë si detyra tona si kryetarë në kryetarë shqipe në zonë sa danit tonë, krejt po e bojna që ka në ngrit zonën në zonë se edhe me tregu që hej, nuk jeni veçur jena edhe na që përdojnë ata me qëtu, edhe pse me i kjash po me qëtu në më rri. Keq ky podcast që ka më mojt me ngrit zonën të rive dhe më morë specialistë i fusha për për shembull sportit, muzikës, industrisë, për shembull marketingut, fotografisë, diçka me morë specialistë më të mirë kësaj pune me i bru qëtu në podcast me forcat tona, edhe me tregu se çfarë në jena podcast që nuk e grisi vetë zonën e zonësave, po shtetit tonë, kupton. Për shembull me morë një specialist të sportit, për morë shumë në lojtar që luajnë prej fundimit në Kosovë dhe është të rritë që në basketbol, morë shumë basketbollu, më në futbolli, me tregu se qa ka pos vështërësia dhe qa nuk ka mujt me mri këtu. Se shumica ndoshta nuk besojnë vete, shumica të rinjve kemi në atë fazë, për shembull, të gjithë nxënësit që janë shkollë mesme, të gjithë synimet që i kanë, nuk besojnë vete, edhe thonë që mu këtu nuk më jepet mundësia, sepse e dëgjojnë dikë tjetër thonë mu ka ndodhur kështu, kam mësuar, kam bërë, jam regjistruar, kam marrë dikon tjetër, edhe këtu janë gjithë ato faktorë që ndikojnë në mënyrën se ç'është mendon pastaj i riu, do të thonë se jemi në moshë rreth pubertetit dhe adoleshencës ku mendimet janë ankrime sipër, edhe ty mund të ndryshu mendimi prej sot nesër. Po puna është që me po pjesën e
podcastit mjaft interesant, me tema mjaft të rëndësishme, edhe që siç e thave ti, që jo vetëm me diskutu tema vetëm sa i takon të rinjve, me diskutu tema ende le themi më të avancuara, po si qëllim kryesor për mi avancu edhe me eduku të rinj, sepse gjithçka fillon nga ata. Do të thonë pjesa e ardhmërisë tonë, pjesa e themelimit të mendimeve të reja fillon nga ata, edhe ata janë që na ndërtojnë, do të thonë ne jemi mund të themi ata që e ndërtojnë vendin tonë edhe shkojnë përpara. Për këtë arsye ne do të kemi patjetër të ftuar shumë të ndryshëm. Do të fillojmë një herë me nxënësit që të kemi të ftuar, duke i shprehur edhe ata mendimet e tyre të ndryshme, ankesat rreth problematikave të ndryshme që neve na shqetësojnë shumë si komunitet. Po në episodet të podcasteve në vazhdim do të kemi gjithashtu edhe të ftuar tjerë për të motivuar të rinjt në bazë të fushave të ndryshme, edhe të mendojnë gjithmonë se asnjëherë mos dorëzohen, po të vazhdojnë edhe të ngrisin zërin e tyre për të realizuar ëndrrën e tyre. Erdhëm edhe në fund të këtij podcasti. Shpresoj shumë që ju ka pëlqyer, por para përfundimit kam përgatitur edhe një pyetje për ty të ftuarit tanë. Pyetja është se si e shihni veten pas 10 vitesh në këtë zgjedhje dhe një mesazh për fund për ta përmbyllur e gjithë episodin e këtij podcasti. Atëherë unë pas 10 vitesh e shoh veten si një profesioniste në fushën e mjekësisë, përkushtuar, duke punuar do thënë normalisht për ndihmuar pacientët edhe për kontribuar në përmirësimin e sistemit shëndetësor në vendin tim. Unë dua të jem një lloj shembulli ndoshta për të rinjt, që suksesi mund të arrihet edhe këto, edhe do të thënë duke qëndruar këtu, duke zhvilluar potencialin tonë që e kemi, do të thënë vetëm ne pse e japim edhe mësim edhe për gjeneratët e tjera. Shpresoj shumë që pas 10 vitesh jam pjesë e një shoqërie më të zhvilluar, ndoshta në një vend ku të rinjt e shohin veten, do të thënë i shohin mundësitë e tyre, çka mund të bëjnë ata. Sepse me të vërtet ndoshta neve na duket që zëri jo nuk ka edhe shumë rëndësi, po jo ka zëri jo ma shumë rëndësia nuk ka zëri askujt tjetër. Sepse ne jemi ata që du të bëjmë ndryshimin në të ardhmen. Edhe disha me cikën që ndoshta ka disa të rinj që prap se prap edhe pas këtij podcasti janë për shembull kundërshtim me atë mendimin tim, po unë du me studiu prap se prap jashtë. Po një lloj sugjerimi ose një lloj këshille e linja kishte me qenë që pse ju mos ta kryeni një lloj balanci. Do të thonë mundesh me shku me studiu jashtë, me marrë ato përvoja, po në fund për mendimin tim është më e rëndësishme që mu kthy edhe gjithë ato përvoja me i shpërnda me vendin tonë edhe me kontribu që vendi jo me zhvillu me shku sa më lart. Edhe do të thonë ta keni parasysh që me gjithë ato forcat, nëse kemi diçka, kemi një lloj vizioni të ardhme për veten tonë, një ëndër që dojmë realizu, mos të vendosemi do thënë ato mendimin që jo nuk mundem me bë këto, jo nuk mundem me bë këto. Nëse ti e ke synim e don me realizu ata, mos u ndal kur, edhe vetëm ëndro, por gjithashtu dhe ato ëndra futi në funksion, puno, edhe me pa veten në fund me atë ëndra të realizuar. Faleminderit shumë Elisa, një mesazh shumë i veçantë që besoj i ke motivuar gjithë të rinj. Shpresoj edhe gjithashtu. Dhe nisë çfarë mendon për vetën, si e sheh vitën tënde pas 10 vitesh dhe një mesazh të fundit edhe ti për gjithë të rinjt. Unë si dashamirës i basketbollit, shoh vetën time pas 10 vitesh si një basketbollist profesionalist në atë kulminancës që unë e kam ndërruar për fëmijë. Mendoj që me punën që e kam bërë, me punën që do e bëj, kam shumë mundësi me më rreqë të ku du. Krejt që punë që krejt që të lodhi që do të që po i bëj për ndrim basketbolli, i kam për 2 sene, një me bukrenor familjen, edhe dyta me bukrenor shtetin tanë dhe me të regu krejt fëmijëve, do të moshatorëve të mi, që tu ndru edhe tu i dhon punës ku më rriq tu ku jam, ku më rriq tu ku është ëndra jem. Mesazhi jam për fund është që ëndra, mos e le kur ëndra ënash, vene ëndrën parim, me punën që e bën e ndrim ëndrën që e ndron. Kurse me punën që e ka bën ëndrën nuk arrihet kur, po njeri
duhet me ndru se ëndra do më thonë e qënë që aty ku dëmë. Nëse ti i vullnet për që ato që dëmë me bu, atëherë ëndra fitohet vesh me punë. Tu punu, tu ndru e mrin qëllimin edhe kulmin ku ti ku dëmë. Patjetër, faleminderit shumë Lenis gjithashtu edhe ti. Ke dhënë një mesazh mjaft të veçantë për gjithë rinjtë dhe besoj që i ke ndihmuar shumë në aspektin se si të mendojnë për jetën e tyre, për jetën profesionale dhe jetës shkollore dhe shpresoj që do e marrin për një këshill shumë të madhe që do i shërbej për jetën e tij. Atëherë faleminderit të dyve për këto këshilla kaq të veçanta që në vërtet na keni ndihmuar edhe neve edhe gjithë shikuesve tanë në mënyrën se si të mendojmë, si të veprojmë edhe si të arrijmë sukses në jetën tonë. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe juve për mundësinë edhe ftesën që na keni bërë. Kënaqësia ime. Ja ku erdhëm në përmbyllje të këtij podcasti. Falenderojmë edhe një herë të dy të ftuarit tanë që në vërtet na dhanë mesazhe mjaft të veçanta dhe diskutime mjaft të rëndësishme për gjithë të rinj, por edhe për vendin tonë, për gjithë shikuesit tanë që po na ndjekin. Dhe shpresojmë që keni marrur këshilla shumë të mira që do ju shërbejnë juve edhe në ditën e vazhdim, edhe në mënyrën se si mendoni dhe si të veproni për të arritur suksesin mbi të gjitha. Për fund, unë ju them që ëndërroni, besoni dhe veproni, sepse pa veprim nuk ka dritë dhe drita jeni ju. Faleminderit.